shumë raste kemi raste interesante, e kemi një nonë që nuk ka ditë shkronjat shqipe, do me thonë nuk ka ditë shkrim lexim në gjuhën shqipe, po ajo dashuria e madhe për fjalën e Zotit, ai kujdesi madh që ka pas, ajo dëshira ëndra e saj, e ka bot mundur brenda një vite me hyn Kur'an edhe tash lexon Kur'an. Mosha 65 vjeçare ka qenë. Do me thonë në moshën 65 vjeçare, pa ditë alfabetin shqip, pa ditë shkrim lexim në gjuhën e vet amtare, për shkak se kushtet atëherë e dim siç kanë qenë, edhe prindrit pak a shumë ka pas edhe kushtet e tyre të ndryshme, me thonë e kanë lënë mrapa me shkrim lexim, po elhamdulillah ka dash Zoti e ka mësu leximin. Kjo që ka për një medalje mja dhënë. Besoj që keni dekoruar me ndonjë njohje. Po, përveç asaj kemi edhe grad, me thonë edhe në mesin e mualimeve tjera, po edhe një nga xhematlikët e mia është 75 vjeçe, para 2 vite ka hyrë Kur'an, edhe tash e lexon Kur'anin me thonë me shumë pak gabime, thuj se si unë. Do me thonë vazhdimisht zgjohet mëngjes, se fal sabajin edhe nuk hyn shtrat ose nuk fillon punët e tjera pa i lexuar 2-3 fleta Kur'an edhe pastaj. Mashallah, ja. Me i vazhdu punët e ditës. Të nderuar shikues, po e shihni bereqeti i Kur'anit, i cili jemi në muajin Ramazan dhe Kur'ani ka zbritur në Ramazan, po e shihni çfarë mrekullia është Kur'ani, pra një e mushuar, një non 75 vjeçare arrin me e lexu pothuajse sa një hoxhenit, sa një mualime. Me gabime shumë të rralla, ndoshta shumë pakta, unë kam edhe nanën e kam 76 vjeçare, dhe para se me hyrë Ramazani, po edhe tash Ramazan pak më shumë, po lexon Kur'an, me gabime pak më të theksuara ndoshta.